Kosova është përpara. Unë kam shpresë shumë. Mos harrojmë. Po, ai bie zoti Luç. Po përmend edhe një detaj. Në të kaluamën Muriçi ka shënu gola më shumë sepse kemi luajtur me një sulmues dhe ka qenë pika vetëm me referuese e Kosovës. Në 5 ndeshjet e fundit Muriçi nuk shënon gol sepse luaj me 2 sulmues dhe edhe Aslani është pikë referuese. Do të thotë ka ndru filozofia e lojës pakso dhe na luhet me Muriçin, tok luhet me Fisnik Aslanin në këmbë ose në hapësirë sepse është i shpejt 1-1. A është përparësia për ta përmbyllur këtë pjesë? A është përparësia e Kosovës në harkime dhe në lojë me është një prej armëve tona të forta ofanzive dhe me çdo kush duhet me tentu ndërprerje me marrës se faulla para 16 metrëshit ose kornera. Momentin që e ke Vedat Muriçin në zonë, e ke Vedat Muriçin, e ke Vojvodën, e ke Aslanin. Aslanin e ke edhe Delovën që gjithashtu mundet me shkollë ose Albian Hajdarit. Pra, 4-5 kërcys në ajër që janë jashtëzakonisht mirë. Atëherë është momenti tani të lidhemi edhe me kolegët tanë për momentin të shohim si është atmosfera në Deçan. Kastriot Tahir është atje. Po, atëherë përshëndetje nga Deçani, kështu nga një komunë tjetër në Dugagjen. Aktualisht jemi brenda, ani se ishte parapar që krejt organizimi të bëhet jashtë për shkak të motit, me shi, u detyruan që organizimi të bëhet brenda sallës, pra në qendrën rinore, e pikërisht për na treguar pak më shumë rreth organizimit, këto afërmi e kam shefin e kulturës në këtë komunë, zotri Afrim Hasan Metaj, dhe në anën time të djathtë kam edhe kryetarin e rinis, me të cilin do të zhvillojmë shkurtimisht një intervistë nga qendra rinore. I nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve. A na tregon pak më shumë si erdhi deri te puna për me kështu lokacionin me quj kështë edhe pëse nuk shumë largë, për bjam veç kemi hyrë brenda. Po, sigurisht, ashtu që qyshe specifikove ti, ka qene para parë më majtë në ambjente t'jashtme, po për shkak të kushtat atmosferike kemi vendosur të matë këtu në amfiteatër. Po qysh kun krejt organizimi? Prej natës që kemi marrë domon lajmin e shumë pritur ndaj me fitore ndaj Slovakisë, atëherë kemi vendosur që të organizohemi si drejtoria e kulturës dhe e kemi pa të mundshme ose që të organizojmë sa ma mirë këtu ku në gjindëmi në këtë vend. Pritet me konë mbi 100 vetë, kanë rezervue, por pritet marrë. Po, faktikisht me të marrë lajmin, qytetarët e Deçanit kanë filluar dhe mi barë rezervimet, ndoshta qoftë shefi i kulturës, por edhe qoftë kryetari i rinis në këtë komunë. Po na tregon pak më shumë qysh ka qenë qasja me thënë krejt atyre sportdashësve që kanë pas qef me pa prej këtyjet lojën që po zhvillohet. Na tregon pak më shumë sa keni marrë mesazhe ndoshta për me rezervu edhe me siguru një vend qoftë shoqënisë apo qoftë edhe krejt rinis në Deçan. Po, Kastriot pa tjetër, si që ceke edhe të jemi në Deçan, në qendrën rinore, këtu ku bashkë kemi organizu një aktivitet në përkrajet e kombëtarës së Kosovës, për arsyen se kjo ndeshje sot më është e rolit dhe rëndësisë shumë të veçantë. Ky organizim përveç ndjekjes së futbollit është edhe unifikus dhe tregon më së miri se sporti na bashkon çdo herë dhe në një frym mjaft të veçantë. Po, a na tregon pak më shumë çysh e kanë prit rinia në Deçan këtë organizim, ndoshta sa ju ka pëlqyer dhe sa janë të gatshëm për me marrë pjesë në organizime të tilla? Patjetër, ka pas shumë kërkesa, sidomos prej rinisë dhe gjithmonë si çdo kërkesë tjetër edhe këto jemi munduar që ti rezervojmë sa më mirë dhe nuk do të mungoj përkraja edhe rinis, por edhe e gjithë deçanasve sonde në përkraja të kombëtarës sonë. Faleminderit shumë. Atëherë krejt në fund na tregon para se me nis intervistën the po e vendosi këto edhe flamojt e pam të Kosovës dhe të Shqipërisë e në mes në tyre dhe Amerikës. Na tregon pak më shumë cila ka ideja që me pa edhe me pas të njohur krejt publiku që janë veç duke e pa. Po, ashtu siç e dim, domthon synimet e kem që të arrijmë domthon kualifikimin dhe Amerika na pret. Me atë qëllim domthon e kemi vendosur edhe shtetin shqiptar apo 2 shtetet shqiptare dhe sonde presim që Kosova të arrijë fitore. Atëherë pra, faleminderit shumë, ishim kështu nga komuna e Deçanit. Ajo që vlen të cekit edhe një herë është që në komunën e Deçanit krejt rrugët janë me flamoj edhe të Kosovës edhe të Shqipënisë, që nuk i kanë larguar fare që nga epopeja e Dugagjinit, me qëllim që thanë se tashmë vetë e kuptuan se Kosova do të luajë, kështu që për të festuar dhe për të parë atmosferë më festive i lanë të gjithë në rrugët të Deçanit. Kastriot, falenderojmë shumë për këtë raportim, ndërkohë shikues nderuar në fakt përveç tifozëve që tashmë po mbushin tribunat, edhe futbollistët të cilët janë vendosur brenda stadionit pranë zhveshtore, më pastaj disa prej tyre kanë filluar për të dalë për ta parë fushën dhe nga kjo video shihet se Kenan Yildiz, pra ka ankesa turk, ka ankesa për fushën. Të paktën kështu
është transmituar nga kjo video, po ja Po e shojmë, po e shojmë. Ka ankesa, me gjitha të këta dhe dje kanë zvarkuar në fush, nuk e di pse s'ka pas ankesa dje. Mos është keni Vetëm të thëmë diçka. para justifikimi. Po, Shkodran, diçka du të me gjithë me one. Çka mendoni, Jo, cila vetëm është të thëmë diçka. Është gjë krejt normale kur vje futbollist gjen një diçka të pengon diçka në ato situata. Gjithmonë diçka të pengon. A mos është ndonjë strategji kjo? Po, me hek stresin kjo vetë diçka. Mos e del që ka me hupe një farë Jo, vetëm është emocion. Ulbiona, kjo s'ka mujt me gjetë kur farbeone komtarës Kosovës edhe Edhe fusha. Fusha në Fadil Vokrë në gjenë në perfekcion për momentin, është me bare e bret, është e nivellit më të naltë, edhe kjo edhe futbolist tjerë kanë lu në fusha, në është shumë më të dëmtu. Sa i përket tapetit është e jashtëzakonshme. Që kanë vlerësu edhe ekspert. Lumnica e din kush është marrë me ndërtimin me... Pikrish një turk që kam ja po sherën. Aty doshta me dalë. Një turke që është marrë me trajtimin edhe renovimin e barit Fadil Vokri dhe edhe mirëmbajtje është turk. Sepse kanë specialitet. Që nuk i marrin parasysh. Me ka për fjallë, a i bje që e ka shtruar tapetin për humbin e Turqisë? Pasha zoti u dosh me monitoruat menaxherin, mos pe lak shumë, na e këna pos do hile këtu në herë kushtrim. Jo fusha me lak. Për të thotë një reagim i tillë. 80% e fushave ku lun Yılmaz në Itali janë sikurse jo. Për që t'jam perfekcionist, që këtu janë fore, këtë aspekt. Lejtar gjithmonë gjejnë në vejë. Organizimit turqit janë shumë të përkryer. Do të m'ja u dhonë dorën. Por në rastin konkret, për shembull, Kjo fushë është e nivelit, unë thash, e nivelit mirë, nuk ka asnjë arsye me o ankuas, po është e momentit ajo dhe nuk ka... Nuk ka të bëjë diçka me... A vetë i ka pengu që aty për që aty. është pak sfid të kombëtarët që nuk e praktikojnë një stërvitje para lojës këto. Dhe Turqia nuk ka ardhur me zhvillu asnjë stërvitje. As ka zhvillu këto? Jo, asnjë stërvitje nuk e ka në Fadil Vok. Dhe zakonisht Shkodran, kombëtarët kur vendosin me zhvillu një stërvitje si mysafir, është për shkak të ambientimit edhe me fushën edhe me ambientin e stadion. Dhe këta kanë zgjedhur që të mos e bëjnë asnjë stërvitje dhe mbase mund të mos ju del mirë. Dhe ka pak fjallës nga dy fjallë edhe për një lojë tjetër, që gjithmonë, ose për një kombëtare tjetër. S'ka tjera sot Shkodran, s'ka lojë tjera. Kombëtare e cila do të luajë po ashtu një lojë me Ukrainën. Po e shohim pra që lojtarët kanë dalë në fushë, këta nuk kanë ankesa. Në këtë rast, duken... Këta po lujnë mitësore. Mundësia shumë e mirë, disa futbollistë që s'kan pas minuta, sonte mu paraqit, edhe mi pas Silvinjon nga afër se nuk e kam pas. Unë shumë më katë... Deshe rangut sekundarës. Sa nga ta ben është dosh me ardhë me marrë leje me këshyrë Kosovë. Shumë më katë që edhe këta s'kan lujt, kundër kujt ka pas me lujt, Suedisa. Po. Shumë më katë që s'kan lujt, se sot ku me ditë që ishim shpërndash i kust. Luajtën mirë me Poloninë. Po shumë, ajo është... Pa fat, ha? Pa fat, do të thotë, nuk mujmë Aty ka qenë çështje fatit dhe që u vendos. Domethënë ka qenë shumë më të mirë se Polonia. Çështje fatit, inshallah. E që urojmë ne ta kemi. Fati sportiv është urojmë fat, edhe na urojmë fat sot. Sonte nga njerë kushtrimi e din që s'hyn gol dot edhe kanë gol shumë të lehtë në aspekt fatit edhe është i evidentueshëm edhe në botën e futbollit, është evident.